Ludo, pse çdo banor që afrohej pranë vetes dolin nga loja? Security? Shumë pyetje e bukur, faleminderit shumë. Sepse çdo banor, se ka qenë këtu, ka qenë edhe kundërshtari im, dhe unë e kam kuptuar shumë këtë edicion, do më thonë Big Brother, se do t'ja nisish vetëm dhe do të mbarosh vetëm, çmimin mundet me fitu veç një, edhe për atë e shoh veten si lojtar shumë të fortë, që se kundërshtarët e mi sonte janë jashtë. Edhe ata se ka bashkëpunuar me ta. Afruar për t'i larguar? Jo. Për t'i nxjerr nga loja? Jo, I bie. unë ata i kam pas aliat, po gjithmonë në vëmendje, në nënvedije se gjithmonë kanë mëkon edhe kundërshtarët e mi. Për mi pra, po pyetja është pse kanë dalë nga loja? Ato që ke afruar? Qashtu, pse ka dalë nga loja, sepse fund ditës e shoh veten, siç e thash Porzit, jo emocionalisht i lidh me lojtar, edhe e shoh veten se lojtar të fortë ose kanë dalë jashtë. Okej. Unë nëse do një replikoj. Edhe unë pata qef me repliku diçka. Do më vështu ti. Po, Ludo, sa ko mujt me pa unë këto, normal që ka bu alianca me banor këto për qëllime interesat lojës. Po, interesat lojës edhe normal që këmë konë përfitusi dhe këmë konë brapa krejt meritave dhe tjerve. Po, nuk besoj që krejt lojtarë që ju kanë afru Ludës kanë dalë shkaku i Ludës. Jo. Aty jem të kortë aty. Për Beniten, unë e kom një menim se nuk është në finale. Alba, krejt e dim, Labi edhe aja ka bo vetës, që Ludë për shembull ka mujt nështa s'po di që me thonë, me ndiku të ta pak ma negativisht që nështa me mja ndru kahjen e lojës,